Nën kryetaria e Kuvendit të Serbisë dhe kryetaria e Komisionit Kuvendor për Integrimin Evropian Elvira Kovač ka thënë se Unioni Evropian sërish vendosi zgjerimin mes prioriteteve të tij, por që Serbia duhet të vijojë reformat, përkushmërinë dhe standardet europiane dhe dialogun, pavarësisht çështjeve të hapura politike. Duke folur për propozimin e ministrit të punëve të jashtme Marko Đurić se Serbia dhe rajoni të bëhen pjesë e zonës Schengen, Kovač bën të ditur se veprimi i tillë do të kishte përfitime konkrete për qytetarët dhe ekonominë. Schengen do të sillte qarkullim të lehtë të njerëzve dhe mallrave, do të ulte kostot dhe mundsonte qytetarëve të ndjenin menjëherë përfitimin e integrimit evropian, tha ajo, duke kujtuar se mbështetja më e madhe për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian u shunua pas liberalizimit të vizave. Komisionerja Europiane për zgjerim Marta Kos, sipas shkrimeve nëpër media, do të duhet që të premten të vizitojë Prishtinën. Kjo do të ishte vizita e parë e saj në Kosovë qysh prej marrjes së detyrës. Docenti në Universitetin e Agderit, Abid Hoxha, pret që kjo vizitë të sjellë ndryshim të raporteve të BE-s ndaj Prishtinës, por që gjatë saj do të përsëriten qëndrimet e njëjta të Brukselit. Në sy të BE-s, sikurse theksoi Hoxha për Kosovë Online, proceset e caktuara sikurse dialogu me Beogradin nuk kanë avancuar aq sa ka pritshmëri Unioni. Kjo vizitë, beson gazetari Nikola Denčić, në vete do të ketë mesazh që Unioni Evropian nuk mund të presë më atë që pritej prej Prishtinës, dhe kjo është formimi i institucioneve stabile dhe të vijojë në një nivel dialogu me Brukselin dhe vendet anëtare të Unionit Evropian. Ka skaduar sot afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë. Lista serbe propozoi 25 kandidatë për deputet, ndërsa për herë të parë në listë është dhe Dr. Zlatan Elek. Ata thanë: popullit serb i kemi propozuar 25 kandidatë të jashtëzakonshëm që kanë arritur sukses në planin personal e profesional. Fytyra të reja që qëndruan në mbrojtje të popullit të tyre, por dhe luftëtar të provuar për të drejtat e popullit serb që regjimi në Prishtinë nuk i theu. Një listë, një popull, u publikuan në llogarinë e Instagramit të listës serbe. Komisioni qendror zgjedhor njoftoi se të gjithë kandidatët për deputet do t'i nështrojnë verifikimit institucional në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu ka thënë se kandidatura e saj në listën e lëvizjes vetëvendosja për zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk është në kundërshtim me kushtetutën dhe as me ligjet në fuqi. Haxhiu tha se do të përpiqet që gjatë fushatës elektorale të mos shkohet deri në shfrytëzimin e institucioneve për qëllime zgjedhore, pasi kjo është ndaluar me ligj. Ajo tha se ruajtja e ekuilibrit mes detyrimeve institucionale dhe aktivitetit zgjedhor nuk do të jetë e lehtë, por që do të veprojë në përputhje me detyrimet kushtetuese e ligjore. Ministri i Financave në mandatin teknik Hekuran Murati ka thënë se Kosova, si pasojë e zgjedhjeve të reja, ka humbur qindra miliona euro. Ai bëri të ditur se përveç ndikimit direkt, zgjedhjet kanë efekt jashtëzakonisht të madh dhe indirekt ku pasqyrohet në pamundësinë që detyrimet të realizohen brenda afatit, por dhe si pasojë destabiliteti që largon investitorët e huaj. Më herët dhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, vlerësoi se ngecja politike dhe cikli shpesh zgjedhor e kanë vendosur ekonominë e Kosovës para sfidave ekzistenciale dhe dëmton seriozisht ekonominë, duke vendosur në rrezik humbjen e fondeve kyçe të planit të rritjes. Gjykata speciale ka shfaqur pamje nga qendra e paraburgimit në Hag, në të cilën ndodhen ish liderët e UÇK-s Hashim Thaçi, Katri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në deklarat thuhet se të akuzuarit që ndodhen në paraburgim para dhe gjatë gjykimit strehohen në qendrën e paraburgimit në Hag, ku marrin ajër të pastër, ushtrojnë aktivitet fizik, mundësi për t'u shoqëruar, vizita dhe pjesëmarrje në shërbime fetare. Kanë gjithashtu dhe qasje tek televizionet shqiptare, kanë të drejtën që të marrin mjaft telefonata në javë, ndërsa rregullisht shqyrtohet justifikimi i vazhdimit të paraburgimit. Dhe mëngjesi të nesërmes do të jetë i freskët, gjatë ditës pritet mot i paqëndrueshëm me vranësira. Nesër do të jetë kohë e thatë me intervale më të gjata me diell, ndërsa prej të premtes do të jetë kohë jo stabile me rreshje të karakterit lokal. Temperatura më e lartë do të jetë nga 15 deri në 18 gradë Celsius.